Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për situatën politike në Kosovë, tashmë që përfunduan zgjedhjet, pritet certifikimi, por edhe nisja e punës me konstituimin e kuvendit dhe qeverinë e re që do të formojë Albin Kurti, pra kabinetin Kurti 3. Do të flasim edhe për opozitën dhe atë që pritet të ndodhë në vitin që po vjen me gazetarin Faton Mehmeti. Faton, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje juve. Tashmë kush janë pikpyetjet pas këtyre zgjedhjeve? Pasi kryesore fituesi u shpall, edhe humsit dihen, ndoshta për momentin është gara brenda partive për listën e deputetëve, kush mbetet jashtë si fillim, edhe kush janë emrat e bushëm që kalojnë. Realisht të zgjedhje kanë prodhuar një situatë, një realitet prit, cilën shumë pak njerëz e kanë prit, pra unë personalisht kam prit që zotri Kurti të shkojë deri në 45, eventualisht maksimumi 47% me diasporë, mirë po 50% ka qenë befasi për shumë njerëz, për mua ka qenë një befasi e vogël jo e madhe, për shkak se parafërsisht e kam prit rezultatin. Për mua befasi ka qenë mosrritja e Partisë Demokratike të Kosovës, e cila është rritur pak, mirë po kam prit që të ketë një rritje më të madhe, ndërsa për LDK e kam parashikuar një e saj, e kam thënë që do të ketë postimet kanë qenë të shumta dhe deklaratat media, analizat e njëti LDK-n më shumë se ata brenda. Pikërisht zotri Kurti ishte tregu diplomat, ai me qëllim e kemi konsumuar këtë bisedë, mirë po për hir të publikut po e risjellim për të shpjeguar narracionin edhe kronologjinë e ngjarjes. Po zotri Kurti që shpjellim të zgjedhjeve të 9 shkurtit të këtij viti i kishte dërguar vazhdimisht LDK-s ftesa, sepse qëllimi i tij ishte kryesor për ta fajsuar LDK-n. Pra, brenda elektoratit LDK-s për të thënë që ja, këta nuk ne jemi për koalicion, mirë po këta nuk po pranojnë. Dhe elektorati i brendshëm i LDK-s e kanë dëshkuar pikërisht për këtë zotrin Afiziku, duke e kthyer votën te zotri Kurti. Kjo pra ka ndodhur. Pra, prej 18% në 13%, 5% që ka shku tek vetvendosja. Edhe 42 zotri Kurti ka pas, 47 edhe diaspora ishte mobilizuar ka orë dhe ky është rezultati pra që është prodhuar deri më tani. Kështu që tashmë nuk ka asnjë dilemë, zotri Kurti është fitues me 50%, pritet që kjo përqindje të rritet sepse janë 78.000 vota të diasporës. E kalon ata të 9 shkurtit me këtë që mund të rritet? Po, me 9 shkurt zotri Kurti ka qenë 42, me 14 shkurt 2021 ka qenë me 52%, pritet ta afroj, nëse jo ta kaloj pritet për shkak se diaspora diku 78.000 vota dhe minimumi 60.000 shkojnë për Kurtin, kjo është e sigurt. Kur kemi edhe votat me kusht, edhe me personat me nevoja të veçanta, kështu që zotri Kurti e arrin ka me shumë gjasë edhe do ta te kaloj këtë, kështu që i vetëm do ta formoj qeverinë, por kjo qeveri ka një pikpyetje të madhe për shkak postit të presidentës. Pra, me 2 mars duhet zgjidhet presidenti i vendit me kushtetutën e cila jep që duhet me 180 deputet të praneshëm në momentin kur duhet të votohet, edhe në rundën e tretë me 69 vota e te kalohet, mirë po nuk besoj që do të ketë shkurën zgjedhje për shkak se opozita nuk është e gatshme pas 2 muaj prapë me shkurën zgjedhje. Ajo e di që nëse në rast që shkohet vendi në rast bllokade për shkak të opozita që nuk do qëndronte në kuvend, atëherë zotri Kurti më tepër do të vitë. Mund të vinë mend edhe të bashkohen gjithë si koalicion opozitar apo jo? E treta e vërteta atë. Shpejt. Po, ideja është që këta nuk guxojnë me çu vendin zgjedhje për shkak se do t'ju faturohet pikërisht këtyre do thot në elektorat edhe kështu që kriza do t'ju faturohet tyre, zotri Kurti me gjos do të rritet prapë më shumë, kështu që nuk guxojnë me dërgu vendin zgjedhje, kështu që me shumë gjos do të ketë si thuaç edhe Partia Demokratike e Kosovës është prej gatshme për një koalicion me vetvendosjen. Për mirë po varet prej zotrit Kurti se si do ta synojë, a e preferon zonin Osmanove për një mandat të ri 5 vjeçara, mirë po dëshiron të ketë një koalicion më të fortë me zotrin Betri Hamza president. Pra këta dy janë personat që do të jenë prezant, ose zoni Osmane ose zotri Betri Hamza, nuk ka alternativë tjetër, kështu që varet prej zotrit Kurti si ishte ai në matematikën e tij, si ishte cila do të jetë pasqyra më e qartë e tij dhe si ishte ai. Pra është në dorën e zotit Kurti cilën ta bëj president të vendit. Kështu që
Tashmë ka filluar votat, dikun të numërohen votat e kandidatëve për deputet, janë numëruar dikun 30%, kështu që më njëherë do të shkohet në votat besoj që nesër ky proces do të kryhet, pastaj janë festat e vitit 3, 2 ditë do të ketë pushim, pastaj do të filloj prak puna me pak fjalë deri të shtunën unë besoj që do ta kemi pasqyrën e qartë me zotri Kurti që në javën e dytë pra të janarit do të mund të formojë më njëherë qeverinë. Në seancën e parë unë pres që të bëhet edhe konstituimi i kuvendit mirë po dhe qeverisë. Prisim ndonjë ndryshim tek emrat e kabineti apo tek ai kabinet që ai e deklaroi edhe më herë. Qoftë edhe nga kryetari i kuvendit, Albulena. Besoj. Jo, nuk e besoj, unë besoj që prapë zoni Albulena Xheu do të jetë ministre e jashtëm, zotri Kurti atë kishte provokim, propozitën nuk e kishte serioz, ishte parë qëllimi i tij, nuk do të jetë Albulena, do të jetë dikush tjetër. Unë besoj zoni Albulena Xheu e ka filluar si thuash një proces të vetingut në drejtësi dhe besoj që do ta vazhdoj, do të ishte shumë befasi nëse do ta prolongonte zotri Kurti duke larguar, nuk e pres. Do të ketë ndryshim ministri i arsimit, më nuk do të jetë ajo që ka qenë, pra për shkak se ka pas shumë kritikë, unë personalisht kam qenë kritike saj sepse ajo edhe mësuese, edhe për qenë mësuese është në një nivel shumë mesatar, le më për qenë ministri i arsimit, nuk është se ka thënë ndonjë ndryshim, kështu që zotri Kurti duket që këto kritika të vazhdueshme i ka përfillë dhe e kishte propozuar një emër 3, një ekspert me të drejtën e arsimit, pres që të ketë pak ndryshime, mirë po jo, zotri Glau Konjunca unë pres që do të jetë ministër i jashtëm, ndërsa eventualisht zonja Donika Gërvolla që ka qenë ministër i jashtëm do të jetë zëvendës kryeministre. Kështu që pak a shumë këtu do të jenë mirë kuvendit apo nuk dihet kush do të jetë kryet kuvendit, nuk dihet zotri Kurti. Jo, nuk e besoj që do të jetë Dimali, absolutisht as Dimali nuk jetë zotri Kurti, thjesht i kishte pas provokime këto dhe opozita e vuri krejt dhe zotri Kurti keni po kur u zgjodh zotri Xhemal Bosha as nuk ka dorë tërkit, ishte njeriu më i mërzitur aty, sepse nuk e ka pritur që të shkoj. Sepse zotri Kurti nuk e kishte prit mirë, po me shumë gjos zotri Xhemal Bosha ka shumë vështirë kanë me vota shumë, unë nuk po them që nuk do të bëhet deputet për shkak se edhe vetëvendosja ka fituar shumë, kështu që edhe këta emra që kanë fituar zotri Konjunca, zotri Kurti, këta do të marrin postën qeveri duke lënë radhën të tjerëve, kështu që në këtë kuptim edhe ai pritet të jetë deputet, mirë po nuk pres që të ketë ndonjë dikaster në kryet kuvendit, mund të jetë ndonjë ministër që zotri Kurti kishte bërë, nuk e di tashmë ka bërë provokim apo jo, po mbetet për të parë zotri Kurti se si e modifikon koalicionin e tij qeverisës për 4 vjet. Kështu që me pak fjalë Kosova dha një model shkëlqyer para Bashkimit Evropian, para Shtetit të Bashkuara të Amerikës, para gjithë rajonit që është quhet për një kulturë politike të marrëvojtjes së zgjedhjeve, zgjedhjet pranohen nga gjitha palët, edhe nga humbësit, pra më njëherë është urrë zotri Kurti, kështu që kjo është një shembull për demokracinë, për të ndjekur se mbi gjitha është verdikti i qytetarëve që duhet respektohet. Po për zonën Osmani, Kurti si mendoni që do i leverdiste më shumë, ta mbante aty mbyllur, pra një opozitare që mund të rikthehej në kundërshti pastaj nëse do dilën në terren, apo ta nxirrten? Sigurisht se do të Kurti i leverdis për ta mbajtur zonën Osmani duke pas parasysh faktin që dhe zonja Osmani situash ka qenë një urë lidhse shpesh me zotrit Kurtit dhe Shtetet të Bashkuara të Amerikës kur ka pas ndonjë çalim, ndonjë fërkem, si thuash për shkak të tensioneve verigjishte, zonja Osmani që çdo herë kishte nxjerr nga situata zotri Kurti duke shkuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe duke e neutralizuar si thuash hendekun që kishte ekzistuar. Kështu që zotrit Kurti i leverdis për ta përdorur zonën Osmani për ta mbajtur si thuash në kafaz, sepse nëse zonja Osmani hipotetikisht nuk do zgjidhet presidenta ajo me shumë gjos, mund të shkojë edhe tek Liga Demokratike e Kosovës, kështu që zotri Kurti do ta kishte një oponent shumë më të fortë, kështu që nuk i leverdis as pak për ta mbajtur lart, kështu që i leverdis për ta mbajtur afër, shto këtu faktin që zonja Osmani nëse merr një mandat 5 vjeçor, prap pas 4 vite zotri Kurti do të jetë prap nuk do të ketë oponent shumë të fortë dhe me gjos i mendon edhe zgjedhjet e ardhshme. Kështu që në këtë kuptim unë besoj që i leverdis më tepër zotit Kurti për ta mbajtur zonën Osmani, kështu që
edhe i Leverdis tjetra që nëse hipotetikisht opozita do ta bllokante dhe Zonja Osmani nuk do me 2 mars nuk i vazhdohet mandati, vende brenda 45 ditë shkon në zgjedhje, kështu që zotri Kurti me Zonjën Osmani do delin bashkë për të kërkuar prap dhe kjo sigurisht që e rrit fuqinë e tyre politike. Në këtë kuptim, opozita vetëm nëse do të bënte një kohë shumë të madhe për të mos qëndruar në seancë, nuk ka alternativë tjetër pavarësisht që dëshiron apo jo Zonja Osmani, çdo rrugtim tjetër është në bumerang për ta. Ju thatë skenarin tjetër që mund të rikthehet në LDK për të zëvendësuar Lulbashën. Pra, për të gjithë opinionin ju Abdigjikut në biseda dhe me Paqme jeni referuar si Lulbasha pra duke marrë krahasimin me ish-kreun e PD-s në Shqipëri. Edhe nga pamja fizike ngjasojnë shumë, mirë po edhe nga veprimtaria politike janë njësoj, pra nuk janë lider. As Luli nuk ishte as Lumiri, por koincidenca dhe emri fillon me L të dëve, kështu që në këtë kuptim ka shumë ngjashmëri. Po ka shante që se fakti që nuk e dha dorëheqjen, ai ka pas siguri që Kongresi Asambleja e partisë mund ta votbesoj. Se nëse do ta kishte ndarë mendjen, ai do ta kishte dhënë dorëheqjen. Nuk pristet. Po sigurisht Lulbasha kështu çdo kur hum të zgjedhë thonë që tashmë po fillojmë luftën politike. Lufta tani. Pra, tashmë do ta fillojmë betejën. Në këtë kuptim, nëse zotri Abdigjiko qëndron prapë në pushtet, LDK prapë do të mbetet e tretë apo do të ketë këtë përqindje. Pra nuk rritet. Do të thënë si përfundim do largohet apo jo? Unë besoj që nuk do t'jep dorëheqje, mirë po do t'a vënë në kuvend votën besimit, pra do t'a vënë prapë në... Do t'a marrë vot besimin, do qëndroj? Po, sepse i ka njerëz të vet që i kam ruatë, nuk ka se ka dikush tjetër, pra unë nuk pres që të ketë ndryshim, do t'ishte e mirë për LDK-n, po edhe për Kosovën. Kosova ka nevojë për një, jo vetëm për një LDK mirë, po për një opozitë fortë, sepse duke pas një opozitë fortë, mbikëqyrja ndaj qeverisë do të jetë më e madhe dhe kështu që gabimet do të jenë më të vogla dhe rrjedhimisht do të jetë një alternativë më sigurt për të nesërmen. Mirë po unë nuk pres që LDK-ja me Lumirin do ta kaloj asnjëherë as vendin e tretë, ata çdo herë do mbetësin vendin e tretë, kështu që nëse antarësia edhe elektorati edhe mirë po njerëz që e duan vërtet LDK-n mendojnë që me qëndruan vendin e tretë ta mbojnë Lumirin, për ndryshe ai duhet mu largu sepse qysh në vendimin e parë të tij kur ka ardhur ka bërë gabimin trashanek që unë në atë vendim e kom po që kë nuk mund t'jetë kur lider, po kupton. Pra vendimi i tij i parë ka qenë që e ka të nesërmen kur është bë kryetar i LDK-s, vendimin e parë e ka marrë duke bërë Isa Mustafën kryetar nderit partisë. Imagjino njëri që kishte shkatruar partinë, kishte sjellë një 10%, e kishte larguar elektoratin, e ky është poll kryetar nderi. Pra, kjo tregon që kjo tregon një lloj psikologjie politike që dëshiron të shkojnë rrugën e tij dhe faktikisht ka shkuar rrugën e tij, nuk është se ka ndryshuar, kështu që fatkeqësisht për LDK një parti shtetformuese, një parti e cila ka mbajtur mbi supët e saj çështjen e Kosovës për vite të tëra duke ndërtuar sistem paralel me rrezikshmëri të lartë etj, duke qenë procese edhe paqes edhe luftës, sepse shumë njerëz të LDK-s ishin pjesë e luftës etj, pra ka rënë në këtë drejtë, kështu që është fatkeqësisht shumë e madhe edhe për Kosovën për vetë LDK-n. Faton për ta shpjeguar më thjesht për gjithë ata që nuk e njohin nga brenda, çfarë ndodh brenda LDK-s, si është e formuar grupet e interesit, to fraksionet, familjet e mëdha që kontrollojnë, të fortët, bajraqet, si është ndarë aty? Pra është një pjesë, janë tri grupacione, është një grupacion i Shikut me Lutfi Hazirin, pra Lutfi Haziri që është disa thonë ka qenë antar i Shikut, mirë po Shiku nuk kuptohet PDK-ja, klani i pronta, këtë kuptim. Pra Luta është njëri i thaqit, kjo dihet, ai këmbët i ka LDK mirë po kokën e ka të thaqit, kështu që dihet që përmes tyre thaqit gjithmonë e kontrollon te LDK-n përmes Lutës edhe disa njerëz të tjerë. Është një grupacion tjetër që është i Isa Mustafës me Lumir Abdigjikun krye, me Abdullah Hotin, këta janë pjesë e ISIS dhe ai është që tu është udhëheci i grupacionit, edhe është një grupacion i tjetër i vogël, mirë po që nuk është se ju e petapsia, janë disa tri cilët thjesht dëshirojnë ta shprehin veten LDK
nuk ose janë të lidhur shumë me presidentin Rugova, shpirtresht edhe me filozofi ti, mirë po thjesht e kanë gjetë më të kollajt për shkak se LDK-s janë largu aktivistët e devotshëm të presidentit Rugova, një pjesë janë bërë si thua e kanë shuar aktivitetin e tyre dhe një pjesë e tyre i kanë dalë në vetëvendosje. Kështu që në këtë kuptim janë këtu tri grupacione, me grupacione familjen Geci që ka qenë aktive në këto zgjedhje. Mirë po ata nuk ose kanë fuqi, nuk kanë shumë fuqi. Familja Geci meze Ganiu e pat bërë vajzën e tij deputete, kështu që edhe vllai i tij është në pikë pyetje, nuk besoj që do të bëhet as deputet. Kështu që nuk ose kanë si thua ndikim shumë të madh në Kosovë. Mund të kenë një drenis në një zonë, në një fshat tyre. Mirë po jo në nivel Kosovës që kanë shumë ndikim. Kështu që në këtë kuptim nuk ose e kontrollojnë ata LDK-n me thonë drejtën, nuk ose kanë shumë. Ndikimin më të madh ka klani i ISIS, klani i Prontos, që është me Lutfi Azirin, dhe është një klan tjetër, po e quaj, mirë po grupacion të interesa, që lidh grupacion interesa, që nuk kanë ndonjë, me asnjë nuk kanë të lidhur kështu. Përparim Ramën nuk e punë. Asnjëri nuk e punë. Përparim Ramën. Mirë po, thjesht po ju dha mundësia do të futen. Përparim Rama nuk ka se ka ndikim të madh. LDK-i është bërë kryetar me votat e PDK-s, ku votat në Prishtinë për shkak ishte vot anti vetvendosje ai është bërë me vota drejniqës, është bërë kryetar, kështu që LDK-ja nuk po arrin të del në identitetin e saj që e kishte. Pra, në një parti anti-PDK, në një parti duke qëndru parime veta shtetformuese dhe gabimin që e bëri Lumen Abdigjiku ishte ky, pra, në njërin anë e thënë të Zotrit Kurti që ne nuk vijmë me ty, nuk bëjmë koalicion, mirë po, në rast që ti dështon, ne jemi të gatshëm me shku me PDK-n me marrë përsipër. Pra, ishte një lloj flirti i hapur ndaj PDK-s, që rrugovistat e vërtet nuk e pranojnë një gjë tillë, prandaj janë largu. Dhe Zotri Abdigjiku ka qenë, si thua, një njerëz që nuk ju ka qëndruar parime veta, nuk po rikthehet LDK-ja, mjafton vetëm për të kthyer gjenezën e saj. Mjafton dhe do të ecë para. Po ndryshe, nëse vazhdon kështu as më sa shpesh, do ta kesh shumë të vështirë për të ecur përpara. Me këtë që ju më thatë, nuk ka shanse që kushdo që të vinë kryetar aty t'i bashkoj këto grupe interesi bashkë. Një kryetar duhet spari me i largu nga kryesia njerëz të konsumuar për lek. Lutfi Aziri është 35 vjet në LDK. Pra, nuk ka çfarë tjetër më. Pra, ju keni një emër nga struktura që mund të ta mbledh partinë? Po unë besoj që duhet me qenë një njerëz që ka qenë një rrugovest, jo rrugovest kuptimi vetëm me fjalë, mirë po që ka bindje që me president Rugova. Një për tyre mund të jetë Hafiz Gagica, një aktivist i hershëm i LDK-s në Gjermani, dhe i cili ishte edhe një ndër themelues të celulat parë të QG-s, pra njëri që ka mbajtur Bajrakun edhe mirë po që nuk i dha rasti asnjëherë, pra për t'u afruar. Ka dhe shumë njerëz tjerë të rinjë që lësoj Vjosa Osmanit, njerëz që kanë një vizion shumë të ri, një vizion ndryshe, një vizion që janë më përendimor, që njohin shumë gjuhë, që kanë diapazon gjerë dhe që i kanë të rritë pas. Kështu që mund të ketë, mirë po që nuk jepet hapësirë. Edhe këta të ri me moshë, mirë po jo me mentalitet që janë duke që janë brenda kryesisë LDK-s, thjesht janë nxënës të luminit të thjesës, nuk ose kanë ndonjë personalitet vetin ndryshe nga këta, se po të ishë ndryshe dhe nuk i lënë fare më ofru, kështu se LDK-ja është mbyllur hermetikisht. Kujtojmë që LDK-ja e kanë nxjerrë zonin Donika Gërvolla, e kanë nxjerrë zvar nga zyrat. Zoni Osmani që thashtu pra që këtu gabime që ka bërë LDK-ja trashënike duke larguar, si thua, njerëz cilët do të sillnin vota, ka prodhuar këtë realitet që është tashme. Po brenda PDK-s kush janë grupet, apo është më qetë situata aty? Partia Demokratike e Kosovës, me thonë drejtën, Bedri Hamza është vetëm administrator. Janë dy njerëz që e kontrollojnë Partinë Demokratike të Kosovës, është Elmir Cica dhe Samilo Shtoku, këta e kontrollojnë Partinë Demokratike të Kosovës. Pa thonë këta nuk merret asnjë vendim, dhe këta dy ishin persona të cilët kanë ndikuar, ishin ata të cilët e penguan
koalicionin me zotrin Limaj, sepse Bedri Omza ishte pra kuptimin se zotri Lima Shpoku do t'ja sjellë një 20.000 vota më tepër, por ta ishin njerëz që e kontrollojnë nga prapavia e kontrollojnë Partinë Demokratike, kështu që zotri Bedri Omza besoj që është kryetari i përkohshëm, duke pritur me idenë që do të lirohet zotri Thoçi në përfundim procesi që pritet të përfundojë në prill ose në maj, varësisht sipas procedurave që ndjek gjykata atje. Pra, nëse këta do të dedojnë që janë shumë gjashtë atë muaj, atë PDK do të futet në një proces 3 zgjedhor për ta zgjedhur një njeri i cili një lider tamam siç që vjen nga lufta, unë besoj të. Por absolutisht zotri Bedri Omza është thjesht një person që i cili ka qenë ministri zotri Thoçi dhe këtë kuptim po e mban balancën e 3 grupacione. Grupacioni pra parë është ai që thash grupacioni i dytë është një grupacion i Vlora Çetakut, i këtyre trive që pak a shumë nuk janë të lidhur me luftën, mirë po që janë fund Partinë Demokratike të Kosovës si tri dhe cilët mendojnë që Partia Demokratike mund të ecë tutje edhe pa qenë e udhëhequr nga aktorët e luftës dhe është një grupacion tjetër i të rinjve, mirë po që e duan një Parti Demokratike të Kosovës me bazë në luftë. Pra, janë 2 gjenerata të luftës, një që kanë qenë në luftë me zotrin Samilo Shtaku e tjerë, një të rinj, cilët nuk kanë qenë luftë mirë po i mbështesin, dhe një grupacion mes cilët thonë që edhe këta janë në një moshë mesatare, mirë po që thonë që Partia Demokratike të Kosovës mund të ecë edhe pa këtë pjesën e luftës. Pra, janë këto 3 grupacione të cilat përpëliten në vazhdimsimin njëra tjetrën ka konfrontime të brendshme, por Bedri Omza është ai që neutralizon kuptimin që ja bën qefin të tripalëve, thotë ju keni drejt, po ju keni drejt, po ne do të vazhdojmë kështu. Këtë kuptim, ky është si thua një lloj babaxhan i Partisë Demokratike, por ky është vetëm kryetari i përkohshëm sepse nuk po arrin asky me rrit Partinë Demokratike. Partia Demokratike vetëm 1% është rrit, eventualisht 1% me diasporë, pra me 2% është rritur. Edhe këto 2% i ka nga një koalicion që ka bërë me listën për familje. Lista për familje zgjedhjet e fundit i ka pas 2% vetëm. Pra ajo pjesë është shtuar, kështu që Partia Demokratike nga brenda nuk e ka rrit asnjë votë. Që me këtë trend Partia Demokratike 20 vjet do të mbetet në pushtet, në opozitë palen. Po, Ramushi nuk besoj të hap krahun më, ndërkohë që Limaj mbeti jashtë. Limaj u trahtu nga besimi që kishte që do të futet në Partinë Demokratike në listë. Ai u trahtu, por ishin këta 2 njerëz cilët e prolonguan sepse ata kishin frikë që me orën zoti Limaj do dilte i dyti më i votuar. Dhe duke dalë zoti Limaj i dyti më i votuar, kishin frikë që do të merrte kompetenca duke ditur fuqinë e tij të brendshme që kishte. Se zoti Limaj ka fuqi strukturat jo në kryesi, mirë po në përqendra e duan zotrin Limaj. Mirë po, këta kishin frikë pikërisht nga këtë se do të mund që zotri Lima ti prishte balancat e brendshme. Prandaj nuk e lejuan që të afrohet. Zotri Lima u trahtu nga ky besim, ai siç është para por, pra nuk ka marrë as 2%, 1.7 deri më tani, pra kështu që zotria Haradinaj ka bërë një luftë shumë të madhe në Maqedoni, pra është nga njerëzit e Ali Ahmetit jashtëzakonisht të madhe. Pra Ali Ahmeti është si thua fajtori që kaloi pragun, edhe me pragun që mund edhe mos ta kaloj për shkak se votat e diasporës mund ta përmbysin, mirë po gjose kanë marrë që për një fije të perë si thua ta kaloj, po kjo është vetëm falje e zotit Ali Ahmeti, i cili i ka ndihmuar jashtëzakonisht, se kam informacione që kanë shumë njerëz bashkëluftëtar të luftës në Maqedoni që janë krah Ali Ahmetit, që kanë edhe shtetësi të Kosovës, të cilët kanë ardhur dhe kanë votuar zotrin Haradinaj këto. Dhe ata i kanë ndihmuar, për ndryshe nuk do ta kalonte pragun, nuk do të shkonte as për mbi 4% nuk do të shkonte asnjëse. Paton dhe diçka të fundit jam i sigurt që e keni lexuar edhe dokumentin nga Shtetet e Bashkuara që brenda 90 ditësh në Ballkanin Perëndimor pritet që të ketë sa lëvizje. Edhe të korruptuarit, ata që kanë synim destabilizimin, mund të hapsojnë. Në Shqipëri janë trembur, por nuk e di andej. Edhe kush mund të jetë në shenjestër në Kosovë? Para 10 ditësh ka qenë zotria Altin Domani në Prishtinë, me gjithse një vizit që kaloi pa bujë, mirë po që kishte në domethënie të madhe, u taku me
njerëz nga ambasada angleze këtu, britaneze, po ka pas bisedime edhe nga ambasada amerikane, kështu që kjo është një lëvizje që tregon që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dëshirojnë që eventualisht ta angazhojnë zotrin Domoni ose një njerëz të tillë në Kosovë për t'i rënë korrupsioni deri në fund. Kështu që zotri Kurti vetëm ka bërë disa nisma, mirë po që janë bllokuar në gjykatën kushtetuese, disa nisma të cilat do të hapnin rrugë për formimin e vettingut. Dhe në bazë të këtij vettingu do të goditeshin gjithë njerëzit kryesisht sistemi i drejtësisë fillimisht, pastaj janë njerëz të korruptuar sepse fillimisht duhet me godit ata që bëjnë drejtësinë që janë të korruptuar, pastaj për me shku tek politikanë që kanë qenë 20 vjet që kanë keqpërdorje zakonisht shumë të mëdha. Ne kemi jetuar këtu dhe e dim se çfarë ka ndodhur, pra janë dhënë tendera, janë dhënë me miliona euro janë për gjithë ato hajni, gjithë ato vjedhje të mëdha me terminale doganoqe që kishin përfunduar në duart e njerëzve të zakonshme në emër të luftës që i kishin marrë me zotrin Kurti që i ka rikthyer vetëm nga 12 i ka kthyer, pritet që në pranverë i rikthehet 3. Kështu që ka filluar një shkapje shtetit nga këta të korruptuar, mirë po duhet të ndeshkohen këta njerëz dhe unë pres që Kosova për ta bërë këtë, unë besoj që duhet të formohet një SPAK i njëjtë në Shqipëri, sepse vettingu pavarësisht se mund të jetë efikas, mirë po unë nuk besoj që do t'i godas kokat e mëdha, do të godas kryesisht disa 500 vegje. Po goditje direkte nga Shtetet e Bashkuara përmes sanksioneve prisni? Po nuk e besoj, ne Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Kosovë kem njerëz që janë në parlament, që kanë marrë pozita të ndryshme, kanë marrë në kryetar, kanë qenë edhe si thuash zëvendës kryeministra, kem pas që janë në listën e zezë të Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por zotri Lima është mesin e tyre, është në listën e zezë. Ka zotri vllai Ramushit, pra Dauti është gjithashtu pjesë. Pra Samilo Shtoko, kryetar komune, është listën e zezë, kështu që janë disa njerëz mirë, po Shtetet e Bashkuara me këtë i kanë lënë si thuash duart e lira institucionet e Kosovës për t'i goditur këta njerëz, mirë, po me qenë se sistemi i drejtësisë këtu është për të ok, si thuash nuk ka kush t'i hetoj, se unë nuk po them që duhet absolutisht me njerëz të arrestohen, mirë po të hetohen. Gjithë këta njerëz, jo vetëm këta, mirë po gjithë njerëz, cilët prej vitit 99 kanë qenë pushtet të hetohen. Nga e kanë marrë pasurinë, si e kanë marrë pasurinë, sa pasuri kanë, të hetohen të punën që i kanë bërë, të nderat që i kanë dhënë e tjerë. Po unë me vetting nuk besoj që kjo do të ndodhë, vettingu do të godas disa 500 vegjël, Kosova duhet ta formojë një SPAK me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët do unë besoj që zotri Kurti, ashtu siç ka thënë tash mbetet për të parë që këtu 4 vjet do të jenë si thuash qeveria do ta ketë fokusin në drejtësi, pra për ta forcuar sistemin e drejtësisë do të ketë në siguri këto e ka kuptimin e forcimit të ushtrisë, edhe begati nën kupton rritjet e pagave, mirëqenjet. Këto pra i mbeten 3 premtimet e tij kryesore, të cilat mbeten për të parë se sa do të realizohen. Duke uruar më të mirën për ju, por edhe për gjithë Kosovën, unë të falenderoj shumë Faton për këtë bisedë, por edhe për gjitha biseda që ne kemi zhvilluar në këtë vit. Faleminderit shumë për bashkëpunimin, për të rejat e fundit, për analizat që keni ndarë me publikun në të gjithë shqiptarinë. Falenderoj shumë. Faleminderit, kënaqësia ime, shpresojmë që viti 2026 jetë një vit i mbarë për gjithë shqiptarët kudo që ndodhin, na gjejmë të bashkuar, se jemi shumë pak % ndarë edhe për të pasur urrejtje me njëri tjetrin, kështu që ndasit edhe dallimet janë njerëzore dhe janë begati e kësaj bote, po ne dallimet duhet i shohim në kontekst të divergjencave për të bërë më të mirën për njëri tjetrin edhe për kombin shqiptar. Kështu që uroj që viti mbar, viti 2026 jetë një vit fillimisht kemi shëndet, edhe pastaj jetë një vit i mbar në gjithë aspektet dhe që jemi bashkuar edhe akoma më shumë, jo vetëm fizikisht, por edhe shpirtërisht me njëri tjetrin. Amin. Edhe të falenderoj shumë.